Sot, autoritetet e Kosovës arrestuan Hysri Selimin në ndyshimin për kryerjen e veprës penale spionazhi sipas Nenit 124 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Selimi është një emër i njohur për autoritetet vendore, për shkak të përfshirjes së tij të mëhershme në aktivitete terroriste. Në të kaluarën, ai ishte gjykuar për terrorizëm dhe kishte qenë pjesëtar i organizatës famkeqe ISIS. Hysri Selimi, nga bresalsi i komunës së Gjilanit, së bashku me gruan dhe vajzën e mitur, kishte lëshuar Kosovën për të udhëtuar drejt Sirisë përmes Stambollit me qëllim që t'i bashkojë kësaj organizate terroriste. Në Siri, Selimi ishte angazhuar si administrator në byroën e ushtarëve të plagosur të ISIS-it dhe paguhej $100 në muaj nga kjo organizatë. Ai kishte bashkëpunuar ngushtë me epror dhe luftëtar të ISIS-it. Arrestimi i sotëm është rezultati i një hetimi të thelluar nga Prokuria Speciale që përfshiu masat e veçanta hetimore për disa muaj në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, konkretisht Drejtorinë për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, si dhe me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Gjatë operacionit janë bastisur 2 lokacione në territorin e Kosovës dhe janë sekuestruar pajisje elektronike të komunikimit që dyshohet të jenë përdorur për transmetim të informatave konfidenciale. Selimi është ndaluar për 40 tetor me vendim të prokurorit të rastit, ndërsa hetimit pritet të thellohen për të zbuluar rrethanat e plota dhe çdo përfshirje të mundshme të palëve të tjera. Në vitin 2022, Prokuria Speciale kishte ngritur akt akuzë për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist pas riadhesimit të tij në Kosovë me 28 maj të vitit 2022.